është me tatuazh, është me ato, është me këta, është veshje jo të hishme, mashkull ose femër. Duhet me falendëruar Allahun azh që na ka bën për musliman. Kurani ka një magji, po e quaj kështu kushtimisht, mos ke kuptojmë se na magjin zakonisht themi magji është e ndaluar, po ka një vetvete, një reflektim që momentin që e dëgjon, momentin që e lexon, zemra qetësohet. Prandaj edhe kur hyn në ato valët se si kur lexohet Kurani, edhe valët e muzikës, dallimi mes tyre dhe të Kuranit, e sheh se janë aso vale ajetet kuranore, zgjatja tyne, sa shkallë leximi, domethënë të cilat reflektojnë, ndikojnë. Qënë në për disa që bën prova ose si më thonë në për natyrë që dalin ata dhe i testojnë njerëzit, ja vjen këtu në vesh ato sanet i thonë veç pak. Edhe ai si qëtësohet me njerë. Ose me kajtë, ka diqka. I thot, qka është kjo, e pat opinionin thuj, i thot, nuk është diqka njerëzore, është diqka hynore, po të nëzirë prej botës, po kalën. Para me ndë ti veç me ngu Koranin, qëfar se vapi fjallën Allah të zgjallë, qëfar qëtësie, po një njerë pianist, po kanë. është me tatuazh, është me ato, është me këta, është veshje jo të hishme, mashkull ose femër. Po nuk ka mundësi më ka ndryshe, sepse shpirti është kriju për me ngu Kur'an, shpirti është kriju me pasu Kur'anin, shpirti është kriju me ndjek këtë rrugë të Allahut azh wa jall. Po pse gjatë rrugtimit e ka hub busullën, orientimin e është mesele tjetër pasaj. Prandaj na po dal pi tepës, duhet me falendëruar Allahun azh wa jall që na ka bën për musliman. Pasha Zoti nuk ka qenë aftësia jona. Nuk është mirësi që na kena ditë vetë, Zoti ka dashur me rahmetin e vet. Nuk është po aftësia as merit. Domethënë Allahu ka dashur me rahmetin e tij. Prandaj